Më pas për të ardhur, nëse e marim kështu në mënyrë lineare, në aktualitetin e sotëm. Do të nisë që nga politika, mënyra se si zhvillohet politika e një vendi, edhe pse duam që neve të jemi zakonisht popullit dëshirojnë që të ri jashtë politikës, por politika nuk ri do të jashtë nesh, sepse është lidhur, ne jetojmë brenda një sistemi dhe naturalisht do duhet që të operojmë brenda një sistemi shtetëror. Në këtë kuadër do të hasim vështirësitë tona, qoftë institucionale, qoftë besimi, qoftë mënyra se si duhet të zgjidhim konfliktet, qoftë arsyet pse na vijnë konfliktet e jashtme, siguria apo pasiguria nga momenti që neve hedhim këmbën jashtë shtëpisë tonë, e të tjera me radhë. Pastaj, në nivelin shoqëror, jemi identifikimi ynë personal mbi mënyrën se si jetojmë dhe veprojmë në shoqëri. Të gjitha këto aspekte, duke iniciuar dhe duke vendosur pak edhe faktorin jo pak të rëndësishëm që është ekonomik, na bëjnë neve që të jemi gjithkohës në vrap dhe në një sistem alarmi që automatikisht truri jon e prodhon për të organizuar dhe për të vendosur ritmin e ditës tonë.